Përshëndetje, mirë mbrëma, miq të ekranit të televizionit të UTA. Takohemi në këtë emision të përnaqëm në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, ku përçojmë tek ju tema të ndryshme sa i përket kësaj feje të bekat. Unë sot në studio kam Hidayet Tulen, imam Hoxh Hidayet Tulen, ai i cili përzjodhi një temë të jetë interesante, ekonomia në Islam dhe shkaqet që sjellin bereqetin. Një temë që më duket nuk e kemi pasur në këtë emision të Ramazanit. Faleminderit që pranuat si pikë e parë. Faleminderit juve për ftesën. Në tregoni pak, tema juaj sonte është ekonomia në Islam dhe shkaqet që sjellin bereqetin. Çka kuptojmë konkretisht me ekonominë në Islam? Falënderimet i takojnë të Madhit Allah, elhamdulillah, për mirësitë edhe dhuntitë e panumërta që na i ka dhuru, dhe elhamdulillah një prej atyre mirësive të mëdha të Allahut ndaj nesh, që na mundsoi që edhe një herë ta presim dhe ta arrijmë këtë muaj të madhërueshëm të Ramazanit Sherifit, muajin e faljes dhe të shpëtimit. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Perëndisë Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë dhe e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Tema për cilën do të flasim sonte, ekonomia në Islam. Me ekonominë në Islam, me këtë term, konkretisht kuptojmë angazhimin dhe përpjekjen e njerëzit fizike dhe logjike në ndërtimin e mirëqenies ekonomike dhe materiale në jetën e kësaj bote, në harmoni me obligimet e të Madhit Allah dhe me këshillat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe para se të flasim diçka rreth parimeve që e karakterizojnë ekonominë në Islam, do të theksoj vetëm një çështje shumë shkurt, që ndoshta njerëzit prej pa informacionit, prej pa ditunisë së mjaftueshme që e kanë për Islamin, ndoshta e kanë keq kuptuar. Dhe disa njerëz e kuptojnë fen apo besimtarin si një person i cili përgatitjen edhe tërë jetën e tij kësaj bote e ka në destinacion që me fitu shpërblimin edhe mirësitë e Allahut për botën e ardhshme. Pra, të ju përgatit për botën e ardhshme, njerëzit mendojnë se njeriu besimtari duhet ta privoj veten edhe ta sakrifikoj veten në jetën e kësaj bote. Ku në fakt, realisht, synimi për me fitu shpërblimin e Allahut në botën e ardhshme, është synimi kryesor i besimtarit, por patjetër Allahu i lartësuar me zbritjen e librave të shenjta dhe me zbritjen e pejgamberëve na ka sjell në modelin se si ta jetojmë fillimisht jetën e kësaj bote të lumtur. Dhe një person i cili bazohet në obligimet e Allahu xhaleshanuhu dhe ndjek këshillat e profetit Muhammed, jo vetëm që e ka privu veten prej të mirave kësaj bote, po ka me kënë shkak që me jetu një jetë suksesshme edhe të lumtur në jetën e kësaj bote, ku ka me jetu me dinjitet, ka me dhonë kuptim edhe vlerë jetës e tij edhe imazhit e tij, e si rrjedhoi ja mundson i Madhi Allah që me jetu i lumtur në këtë botë edhe në botën tjetër, në të gjitha etapat e jetës dhe në të gjitha sferat e jetës dhe njëherët edhe në sferën ekonomike për të cilën do të flasim sonte. Dhe sa më tepër që besimtari tërhiqet edhe jeton një jetë jo në parim, jo në ndjekjen e udhëzimeve të Allahut dhe në pasimin e praktikës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përveç që do të humbet jetën e ardhshme, jetën e ahiretit, ai fillimisht do të ketë një jetë pa lumtur në këtë botë dhe do të jetë i dështuar fillimisht në jetën e kësaj bote para se do të takohemi me Allahun në botën e ardhshme. Po, sa është e rëndësishme në Islam puna në ngritjen ekonomike të individit apo shoqërisë? Puna në Islam mund të themi se është prej çështjeve më të rëndësishme. Bile, mund të themi se puna fizike dhe aktiviteti, angazhimi i njeriut në jetën e kësaj bote për arritjen e të mirave materiale, nganjëherë e mrin edhe kategorinë e adhurimit, kategorinë e ibadetit. Pra njeriu punon, angazhohet fizikisht, me ndërtu jetën e tij ekonomike edhe mirëqenien e tij në këtë botë dhe njëherët fiton edhe shpërblime për botën tjetër. Deri në këtë kategori e arrin vlerën puna në Islam. Dhe nuk mund të mendohet ndryshe besimtari
përveç se punëtor, i zellshëm, ambicioz, i vullnetshëm dhe optimist. Vetëm ta janë tiparet që e karakterizojnë besimtarin. Dhe unë do t'i përmendi disa ajete kuranore që tregojnë se sa është rëndësishme puna në islam dhe disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar në surën Maryam na tregon një rast të veçantë kur Meremja, Hazreti Meremja, nona e profetit Isa alayhi salatu wasalam, të cilën e inspiroi Allahu xhaleshanuhu pa bashkort ja mundsoi sjelljen e profetit Isa alayhi salatu wasalam në këtë botë, kur ishte në ata momentet në prag të lindjes së profetit Isa alayhi salatu wasalam, tërhiqet, vetmohet prej njerëzve dhe del në një bjeshk dhe strehohet në hijen e një hurms. Dhe në atë momentin kur fuqia fizike e saj kishte ra dhe kishte nevojë për ushqim, trungu i hurms ishte plot me hurma, po Allahu i lartësuar e urdhnon Hazreti Meremen edhe i thot shkonde trungun e hurmes që të bin ty fruta të fresta. Pra, me këtë rast, Allahu i lartësuar edhe në atë momentin më të rëndësishëm të jetës së Meremes para lindjes së profetit Isa, kërkon prej asaj që ta marrë shkakun, furnizimin, kush i solli ata frute? Allahu xhaleshanuhu. Çau kërku prej saj? U kërku me e shkom trungun e hurms që të bin ata të mira dhe ata frute në praninë e saj që aja të shërbehet me ta. Kjo është një herit edhe thirrje për gjithë njerëzit edhe gjithë besimtarët se furnizimin në këtë botë edhe risku edhe mirësit edhe begatit janë në dorën e të madhit Allah. Po prej nesh kërkohet një angazhim i vogël që të marrim në shkaqe dhe mos të presim që bereqeti na bjen prej qiellit, po të angazhohemi na fizikisht. Po ashtu në një verset tjetër, në një ajet tjetër kuranor të surës Xhuma, ku prej shumë ajeteve ku përmend Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famnar të rëndësinë e punës në Islam, na përmendet në ajetin 9 të surës Xhuma, kur thret, thot Allahu xhaleshanuhu thot në këtë ajet kështu: o ju që keni besuar, kur tritni për faljen e namazit ditën e Xhuma, vraponi aty ku përmendet Allahu dhe lene tregtin. Pra, Allahu xhaleshanuhu thot kur thirren njerëzit ditën e Xhuma në faljen e namazit, lene çdo punë dhe vrapo aty ku përmendet Allahu. Por që pason ajeti 10 i kësaj sure dhe thot në ajetin tjetër pasus Allahu xhaleshanuhu, dhe kur ta përfundoni namazin, shpërndanu në fytyrën e tokës dhe kërkoni mirësitë e Allahut që ka përgatitur për ju. Pra me njëherë mas adhurimit që ta kryni, që merr një gjysmë ore apo 40 minuta falja namazit xumas, shpërndanu në fytyrën e tokës edhe kërkoni riskun që Allahu xhaleshanuhu ka përgatitur për ju. Po ashtu, në shumë hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam na tregohet se sa e rëndësishme është puna në Islam, dhe unë do t'i përmendi 2 hadithet, do të veçoj vetëm 2 hadithe. Një herë, derisa i dërgumi Allahut ishte duke ndejt me shokët e vet, me sahabet, pranë tyne kalon një djalosh i ri me një zell të madh dhe me një vrull të madh, edhe vazhdon ai kalon me një nxitim të madh dhe dallohet qartë fuqia fizike që kishte ai djaloshi dhe zelli që kishte në punën që ishte nis. Dhe sahabët, shokët e profetit Muhammed i thojnë: o i dërgumi Allahut, sikur ky djalosh i ri me këtë fuqi fizike që e ka, na ishte bashkangjit në xhihad, në luftën në rrugën e Allahut xhaleshanu. Dhe çfarë tha i dërgumi Allahut? I dërgumi Allahut tha: në qoftë se ky djalosh e ka marrë këtë nxitim edhe këtë rrugë për me kërku furnizimin edhe riskun për mu kujdes për babën e nonën, është në rrugën e Allahut. Në qoftë se ky djalosh e ka marrë këtë rrugë për me kërku me furnizu riskun, me furnizu bashortën edhe familjen e tij, edhe me ngrit familjen edhe me furnizu fëmijët, djemtë e tij, vajzat e tij, pasardhësit e tij, është në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. Në qoftë se ky djalosh e ka marrë këtë rrugë me kërku furnizimin edhe riskun e të madhit Allah, që mos me ashtrin dorën kuje me dal me lyp e me u bo barë e familjes apo e shoqënisë, është në rrugën e Allahut xhaleshanuhu. E nëse këtë rrugë ka marrë
për me kërku edhe me fitu të mira materialet kësaj bote, që më u krenu me ta edhe me umbur para njerëzve që qyre se çfarë pasuniet kam rritun, atëherë tha është në rrugën e shejtanit. Dhe në apom prej tyne 3 rasteve që i përmendin këtë hadith i dërgumi Allahut, se të 3 rastet kur njeriu e kërkon furnizimin, riskun e tij, përpjekjen e tij, angazhimin në këtë botë e bën për me mbajt familjen, për mos me ashtri dorën kuj, për me jetu me dinjitet, për me ngrit pasardhës, për me mbajt familjen, kjo është e ngjajshme, tha i dërgumi Allahut, me xhihadin apo luftën në rrugën e Allahut xhaleshanu. Dhe po ashtu na tregohet një herë një rast tjetër kur i dërgumi Allahut në xhami e ka vrejt një prej shokëve të vet, një sahabi i cili vinte në xhami, po i kishte durt e pështjellna me fasha, me pelhuri, kishte pështjellna dhe vazhdimisht e shet disa herë i dërgumi Allahut ashtu dhe një ditë e ndalon edhe i thot: ti shoh durt e pështjellna me fasha, thot ta i ke me plaga, i damtukun? Tha jo, i dërgumi Allahut, po me thon tha drejten, unë punën teme që e baj për me majt familjen edhe me furnizu familjen e kam një punë shumë të vështirë fizike, dhe aja punë e zorshme që e baj me dur, mi ka bo disa zdrama dhe plag në dur, e unë nuk kam dëshirë me ju vra dorën ju kur përshnetem me ju. I dërgumi Allahut kur e në gjoj këtë gjo, ja hoqi ata fasha, ja pothi dur ti edhe tha: vallahin, tha, këta janë dur që i donë Allahu edhe i donë pejgamberi i Allahut. Prandaj mund themi me plot gojë se puna e cila bëhet në këtë botë, se cili njeri që e merr një angazhim, e bën një përpjekje për me kërku furnizimin, me mbajt familjen, jo vetëm që është e rëndësishme, po ka një herë mrin edhe kategorinë e adhurimit, sikurse e po me në hadisin që përmend. Po përtacia, kundër të kësaj, përtacia si klasifikohet në islam, është e urryer? Pa tjetër, sikurse puna që është e livdume edhe kundër të saj është shumë e urrejtur në islam. Se sa është e urrejtur përtacia në islam, mund të shohim edhe prej haditheve të shumta të profetit Muhammed sallallahu alaihi vesellem, ku i dërgumi Allahut i porosit të sahabet shpesh bone sa ma shumë një këtë lutje, se unë tha e baj për dit, edhe i lutem Allahut të i thonë: o Allah, mbroj mun nga përtacia dhe nga pamundësia. Pra, demërleku, si që i themi në të folmen tonë to, është smundje shumë rrezikshme që në qoftë se e kaplon individin ose shoqnin, mund ketë pasoja fatale. Se sa është e rëndësishme përtacia në islam, do të sjelli një ngjarje që ka ndodhur me kohën e profetit Muhammed, ku tha i dërgumi Allahut kishte ndëgju për një djalosh i cili ishte veçu në xhami, adhuronte të madhin Allah, ishte izoluar aty, nuk delte prej xhamiet, agjeronte ditën, falte namaz ditën edhe natën, knote Kur'an, e mallonte Allahun ditë natë, me qëllimin e mirë që kur do del para Allahut ditën e gjykimit, dal sa ma me shumë shpërblime. Dhe kur e ndëgjoi këtë gjë i dërgumi Allahut për këtë djalosh të ri, mori rrugën edhe shkoi e takoi këtë, tha: kam ndëgjuar, tha, se ti izolu në xhami me një këtë qëllim. Tha po, i dërgumi Allahut, dëshiroj që kur dal para Allahut ditën e gjykimit, të dal, tha, me sa ma shumë se vape. Po ç'han, tha ti, me ç'a furnizohesh? Tha, mon familja, për gjithë ditë më bjen vllai me hangër të në xhami, edhe unë rri, tha, ito. Adhurimi tyne, tha, është maj mas se adhurimi jatë. Nuk është ky modeli, ti duhesh me adhuru të madhin Allah, po njëjtë sikur se adhurimin që ja bën të madhit Allah, me kërku riskun tënd edhe me mbajt familjen tonë, me forcat tuaja, me punën tonë, jo me u bë barë shoqnis. Sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi vesellem, që kanë urry për tacin, sa që kishte rast që në qofse në mesin e tyne ishte dhe një person që e njishin për demel, as nuk e përshëndetshin me selam. Hyç, nuk e përshëndetshin, hyç, e urrejshin aqe për tacin sahabet. Ose na tregohet një rast një herën, në kohën e Omer ibn Hatabit, Hazreti Omeri, kur ishte princi muslimanëve, delte në qytet, edhe i shikote gjithë lypsat që kishin shtrinj dorën njerëzve, edhe u kërkojshin ndihmë, edhe thote i qyrte gjithë: pse ke dalti me lyp? O s'kam me hongër, s'kam me qa me furnizu familjen o princi muslimanëve. A je shnash? Po, nuk lejohet i largote,
i përzete prej atij vendi. Ty nuk lejohet, ti kur jesh nash, edhe fizikisht, edhe psikikisht, ti duhesh me kërku rrezikun dikun tjetër, jo me azon vendin e atij personit që është i, domethënë nuk ka shnash apo ka të metat fizike, ai është vendi i atij personit që me shtri dorën. Nëse je shnash, duhesh me kërku rrezikun ti ku të mundej me angazhimin tënd edhe me punën tënde. Prandaj përtasia është shumë e urrëtur në Islam dhe këto unë do t'ja kisha bën një këshill secilit familjar, secilit prind që është të i rrit gjenerata të reja dhe të i ngrit familjen e tij. Pasunia ma e madhe që mundet një prind me i trashigu fëmijët vet është shprehia për me punuaj edhe me fitu pasunin edhe jetë me fitu furnizimin vet me punën e tij, me djersën e tij. Nëse nuk ja kalon këtë shprehi fëmijët vet, mund t'i trashigojnë pasunin sa dën. Se realisht me fort drejtën në ditën e sotme shohim afarista, biznesmen të suksesshëm që me të vërtet që e shohim që me të vërtet kanë mrit të mira me punën e tyre, të mirat materiale të shumta në jetën e kësaj bote, po si rrjedhoi ka ndoshta rast që fëmijë aty që rriten, duke mos pas nevojë për me kërku furnizimin vet, nesër mas nesër bëhen barra shoqënisë. Dhe sado që ti lajnë pasuni, sado që ti trashëgojnë pasuni një prind fëmijët vet. Nëse s'ja kalon shprehin për me fituaj riskun edhe furnizimin vet, nesër mas nesër, sa ka me zgjat disa ditë, por jo shumë që ai person ka me keni dështu, se nuk ja din vlerën. Dhe do të përmendi një rast, një ngjarje që tregohet se një prind ka keni suksesshëm, i zellshëm edhe me të vërtetë ka ndërtu me punën e tij, ka ndërtu mirëqenien e familjes tij dhe ka ndërtu një mirëqenie të mirë me punën e vet. Edhe tha ai prind ishte të i rrit një djalë, po ai djaloshi veç ishte rrit, ishte bo burr, po kur njëherë këtë jetën e tij 5 dinar nuk i kishte sjell të shtëpia. Realisht nuk kish pas nevojë, po e sheh prindin që kur njëherë, edhe se është rrit, edhe se është bo burr, edhe se ka rrit në moshën madhore, 5 dinar nuk i ka sjell të shtëpia. Dhe i thot një ditë prindit i djaloshit, i thot nesër ke me dal edhe ke me fitu da pare sa da që të mundej ti, po me djersën tome. Po të qoftë edhe 5 dinar, le ta llogarisim me monedhën tonë, sa të le të themi 5 euro, i thëtë. Edhe çka, ky djaloshi doli, se ja kishte caktuar një mision i ati, doli në nesërmen, para se doli prej shtëpijet, i huazoi prej nënës vet, ja mori 5 euro tiket, 5 dinar, kur të kthehet mbrëmje me ja kthy babs, edhe e kaloi ditën duke u ende për pazar, kur u kthyn mbrëmje shtëpi, e pyet baba, tha, a ke fitu gjë? Tha, babi kam fitu një ta 5 dinar, një monedhë letret, 5 dinarsh, edhe tha, në qenë një këtë kam fitu sa. E merr jatin dorët monedhë, edhe e shikon, thot, nuk është e fitu me kja me djersën tonë. Edhe e gjun në zjermë, se ma heret ka ken votra në mes shtëpis, ku zjermi ka ken, do thot, shtu fizikisht i arritshëm, edhe e gjun atë monedhë në zjermë, edhe rrinë djaloshi nuk e ban as një veprim, po shehtë ju djegat pare edhe befasohet kjo, thot, si e paska këtë dhëmti, baba jem me ditë, ta është halal, është haram, ne nesër, derë thot nesër, edhe fitoj 5 dirhem me djersën tonë dhe me punën tonë. Të nesër men, prep ka përsërit njajtë në gjonë këtë djaloshi, i mori prej nënës 5 dinar, edhe dolin pazar, po ditën e dytë, është vanu pak ma tepër edhe i kam nëj pak teshat që me bind tjatin që më të vërtet ka punu. Kur është këthy, i thot i jati, a ke fitu diqa sat? Tha, po, i kam fitu bab sot 5 dinar prap. E merr jati në dorë atë monedhën 5 dinarshe, letret, e shikon e thot, nuk e ke fitu këtë me djersën tonë. E gjun zjerë. Këtë djaloshi rrinë e shikon, nuk bën asnjë, po befasohet, si ka mundësi baba me pas këtë dhunti që me ditë cilë e kam fitu me djersë, cilë nuk e kam fitu me djersë. Dhe i thot, del nesër fitoje me djersën tonë, 5 dinar, sa dhe që kjo qenë ata, po me i fitu me djersë, me mumë, me përpjekjen edhe me angazhimin tanë. Kur ka dalë ditën e tretë edhe e po që nuk mundet më me mashtru baben, ky djalosh endet në përpazar edhe shikon ku me i fitu 5 dinar, edhe rastisht të jetë i takon disa mjeshtra që ishin të jenërtu një mur gurit. Edhe u thot, bo me ju barë, thot unë gurë që i keni atje me ju afru të te muri, a mi nepni 5 dinar? Por nëse na i bon gjitha ju boj unë, vesh a mi nepni 5 dinar. Edhe i përvishet punës,
ju bën ata gurë me një mumë dhe me një përpjekje të madhe fizike edhe ja bjen në mramje 5 dinar t'jatit. I thot, urna babë se ta I kam fitu, thot, me djersën e ballit. I ati bën të njëjtën lëvizje, prapë sikur se ditë tjera, thot, nuk I ki fitu, thot, të me djersë tome. Edhe I gjunë zjermë. Por në momentin kur I ka gjunë zjermë ata 5 dinar, tash I djali, ashtu si ishte afer, për herë qohet edhe e kapat monedhë 5 dinarshe, edhe nuk e len mu djekë, thot, mas ma dish se e kam fitu me mund të madhë. E tha, pse djele par dje nuk I qove dur në zjerë për me pështuat teshe e shafa që I ke fitu me mund edhe me djersë. Se atë paren që I kishte fitu me djersën e ballit, u torë për një herë me brojt për zjermit. Kjo është ai, do thot, njeri që I fiton me punën e vetë, pasunin edhe riskun në këtë dunjo, ja din vlerën edhe ko me ken I kujdesëm dhe nuk ko me e shkaperder. Dhe si rjevoj, do t'jeti I sukseshëm da Zotin e jetën e kësaj bote dhe botës tjetër. Po cilat janë parimet bazë të ekonomisë islame? Disa parime që mund të shohim një atre si më të rëndësishme për shkak edhe të kohës televizive që nuk na lejon ndoshta një hapësinë me u zgjat, ku më di se sa, po si parim bazë që e karakterizon ekonominë islame është se secili besimtar e din se furnizimi, risku, mirësit, bereqetit, gjitha të mirat e kësaj bote janë në dorën e të madhit Allah. E jona është, obligimi jona është me bo përpjekje edhe me I marrë shkaqet që me mrit të pasunia. Por pa tjetër që risko dhe furnizimi është në dorën e Allahut. Dhe kur besimtari e din se risko dhe furnizimi janë në dorën e Allahut xhaleshanuhu, kjo është një mirësi e madhe. Për çfarë? Për faktin se edhe nëse Allahu na ka privu, I merr shkaqet ti, përpiqesh me sa mund që ke, vetë me fuqinë tonë fizike edhe me familje, por Allah një që të ka dhonë prej pasunisë, e din se edhe nëse të ka privu I madhi Allah prej të mirave të mëdha të kësaj bote, aty ka një urti, është urtia Allahut pse të ka privu, edhe ti je mirënjohës Allahut më që sa të ka dhonë Allahu, po edhe në qoftë se të ka veçu I madhi Allah, diken një afares sukseshe me ka veçu I madhi Allah edhe I ka qut të mirat pa fund me ati edhe ka dalu prej gjithve tjerë me të mirat materialet kësaj bote, kur e din se risko dhe furnizimi është në dorën e Allahu xhaleshanuhu, nuk ja lejon vedi taj që kja pasuni edhe të mira materiale me e bo arrogant, si kur se nodhë, kur nuk I një të parime islame, njerë ju zakonisht kur fillon e ban pasuni, aja pasuni fillon edhe ja shton vetë krenarin apo arrogancën. Kurse në rastin e besimtarit, jo, sa më shumë që Allahu I dhuron pasuni, ai e din që pasunia është në dorën e Allahu xhaleshanuhu e është mirënjohës më shumë Allahu xhaleshanuhu, edhe është modest edhe më shumë se sa njerëzit tjerë që nuk e njohin këtë parim. Parim tjetër I rëndësishëm I ekonomisë islame është se në islam parja edhe pasuria janë mjet edhe nuk janë qëllim, pra, sikur përndryshem prej ekonomisë kapitaliste ku të mirat materialet kësaj bote janë qëllim vetvete edhe njeriu me krejt angazhimin e tij mundohet që sa më tepër me mrit me bë pasuni edhe me rregullu gjendjen e tij ekonomike, kurse te besimtari të mirat materialet e kësaj bote janë mjet që I duhen me ndërtu jetën e tij edhe me ngrit pasardhës, por nuk janë qëllim vetvete. Me fjalë tjera, thonë kështu në mënyrën figurative, besimtari në jetën e kësaj bote pasunin e mbon, është një thonjë e bukur, e mon në kulet, kurse ai që nuk e njeh Allahun xhaleshanuhu e ka në zemër pasunin. Dhe cila është pasoja e njeriu që e ka pasunin në zemër, nuk mundet mu shkput prej asaj. Nëse I kërkohet me avon rrugën e Allahut, ai e ka vështirë mu shkput se krejt jetën e jeton që me mrit shifra sa më të mëdha dhe me mrit pasuni sa më të madhe prej në jetën e kësaj bote. Dhe një parim shumë I rëndësishëm që e karakterizon ekonominë islame është mënyra se si na vim të pasunia. Për besimtarin, nuk është krejt e rëndësishme sa mundet me ndërtu jetën e tij ekonomike edhe financiare apo materiale në jetën e kësaj bote, se sa është e rëndësishme mënyra. Pra,
kur jam të i thonë për mënyrën se si vjen te pasunia, besimtari duhet të ruhet në jetën e tij që me ardh aja pasuni që është i kënaqur në Allahu dhe si na ka këshillu i dërguari Allahut. Se ndoshta ka mundësi njeriu, një afarist, që ta sqaroj me disa shembuj që të jem më i qartë. Ndoshta një afarist, një biznesmen, në biznesin e tij, sikur ta shtin alkoholin në ata produkte që shet apo ban tregtia apo në restoran, ndoshta ka me i pas përfitimet materiale dhe financiare më të mëdha. Po besimtari tu e ditë se alkoholi është haram, rrepsisht i ndalum në Islam. Apo bastoret, apo kladjonicat e ndryshme, apo thonë dhonja pare me kamat, ku përfiton për asaj kamata që ne pare, ta jonë mënyrat që jonë në esencë të ndalume në Islam. Dhe në qoftë se ta mënyra jonë të ndalume në Islam, besimtari nuk ban kompromis as pak, nuk e dëshiron atë pasuni të cilën Allahu e ka bo haram. Po dhe në qoftë se ka me ken kolosale dhe në qoftë se aja pasuni ka me sjell shifrat mëdha në jetën e kësaj bote, nuk e diskuton atë, nuk e zgjat dorën në atë pasuni që nuk është i kënaqur në Allahu. Kjo i përket asaj të disa gjanëve që na i ka lajmëru Allahu në Kur'an që në esencë janë të ndalume. Alkoholi, bixhozi, kamata, apo disa gjana tjera të cilat na i ka ndalu Allahu në Kur'anin famnar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e veta. Kurse disa gjana tjera janë të cilat nuk janë të ndalume në esencë, që të jam më i qartë. Një prodhues bujqësor, do të flas në këtë lami që ndoshta një pak më mirë. Një prodhues bujqësor që pasuninë edhe rrezikun e tij për familje e siguron të i prodhu fruta apo perime. Në esencë, është e lejuar kja. Në Islam është e lejuar, nuk ka asgjë të ndaluar për kësaj. Po dhe kë mund ta bojnë haram gjatë rrugës në mënyrën se si e bën atë. Si në çfarë mënyrë? Kur e plason mallin e tij në treg, edhe e vendos nëpër arka, ndoshta prej asaj dëshirës madhe që me mrit të sa ma shumë shifër e madhe paresh, e vendos ndoshta ata perimet e dopta i vendos keltat në fund të arkës, ta të mirat i vendos nalt, i mashtron njerëzit edhe fiton pasunin me hile, edhe kjo është aja pasuni që nuk i lejohet besimtarit. Prandaj, një parim kyç pra kyç që thash, nuk është krejt e rëndësishme, besimtari nuk bën kompromis kur është në pyetje me shkel fjalën e Allahut edhe hadithin e pejgamberit, edhe në qoftë se nuk mrin të një pasuni më e madhe, i mjafton atij edhe e vogël pasunia e kësaj bote, po me ken prej halalit. Bile lutja që i dërgumi Allahut i ka mësu sahabët dhe na ka këshillu ne, është: O Allah, o krijuesi i gjithësisë, o furnizuesi i kësaj gjithësie, na bën rrezik që te familja jon edhe te shtëpia jon mas i lloj pasunie tjetër vetëm atë që është e fitu me halal. Në atë pasuni që është e fitu me halal, Allah ka më na çu bereqet, ka më na çu lumturi, ka më na çu begati, edhe në qoftë se është e vogël, nuk është shifër e madhe. Cilat janë shkaqet që i sjellin njeriu begati, bereqet në jetë? Allahu i lartësuar në Kur'anin famnar dhe hadithe dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithet e veta na përmendën një sër shkaqesh që duhet t'i marrim na që na sjellin bereqet edhe begati në jetën e kësaj bote. Dhe sa më shumë që ju përmbahemi ne ty në shkaqe, edhe suksesi, edhe bereqeti, edhe begatia, edhe mirësia e Allahut ndaj nesh kanë me kënd më të mëdha. Njëna e para prej këtyre shkaqeve është devotshmëria. Thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famnar, thot në një ajet kuranor, sikur banorët e atyre qyteteve të besojshin në Allahun edhe të ruheshin prej gjunohesh, unë ju kisha sjell begati edhe mirësinë nga qielli edhe nga toka. Pra, i mbështetesh fuqimisht Allahut. Edhe ruhej prej gjunoheve, ky është një shkak shumë i rëndësishëm që Allahu me sjell bereqet edhe begati sa më të madhe në jetën e kësaj bote. Edhe është në një hadith i qudsi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
ku thot Allahu xhaleshanuhu në këtë hadith i kutsi, o robi im, gjej kohë me madhuru mu, kam me të lesu tona pun tuja në jetën e kësaj bote dhe kam me të asiguru riskun edhe furnizimin non. E në qofë se nuk keme gjithë kohë me madhuru mu, kam me të mush dur tuja me pun në jetën e kësaj bote dhe fukaralekin prej zemrës nuk kam me të hjekor. Do thot e para prej ty në shkaqeve është devotshmëria. Një shkak tjetër po ashtu shumë i rëndësishëm në jetën e besimtarit, kur është punat të mirësit edhe të begatit e kësaj bote që i sjellin bereqet, është e zgjumja heret në mëngjes. Pejgamberi alayhis salam tha, e ka begatu Allahu xhaleshanuhu ummetin tem me sabah, kur fal namazin e sabahit edhe shpërdajnë fytyrën e tokës prej mas namazit sabahit me kërku riskun, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aty është ai momenti ku bereqeti i ummetit tem ka me kenë në mas më të madhe. Dhe çfarë ndodhen? Dhe mund të ndodhen tashti se një person ndoshta ka mundësi ndoshta që çohet masdite. Krejt, një djalosh i ri çohet masdite. Thot në gjë unë pak vonë çohem, po mëse ne i baj 8 orë ose 10 orë punë, për nuk ka rëndësi se sa orë ban, nuk je çun atë kohën ku Allahu e shpërdon bereqetin. Bile sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se në mesin e tyne kishte ndonjë që çohej vonë edhe dilte vonë punë, ata thoshin shto, na nuk çoditna me ta njerëzit që çohen vonë se e kanë gjendjen e vështirë financiare. Po çoditën si kanë da pak buk me hongër se ka lajmëruar madhi Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se bereqeti i ummetit tem është me sabah. Një shkak tjetër që njeriu i shton bereqetin, ja shton të mirat e kësaj bote, e përmend Allahu i lartësuar në Kur'anin famnalt, është falenderimi edhe mirënjohja ndaj Allahut xhaleshanuhu. Qa do të thot kja? Thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famnalt, lau shakartum le azidanekum. Nëse ju jeni mirënjohës për begatit që ju kam çu, edhe të mira që ju kam çu në jetën e kësaj bote, unë kam ju rujt ata mirësi edhe kam me ju shtu sa ma tepër. Pra, besimtari gjithmonë është falenderus edhe mirënjohës Allahu sada që ti ketë çu Allahu pasuni e nuk rrin asnjëherë tu janë ku. Nuk është në jetën e besimtarit mua në ku. Po më thonë elhamdulillah të madhit Allah me sa të mirat na ka begatu i madhi Allah. Një kusht tjetër apo shkak tjetër që i garanton njeriu mirësi dhe bereqet më të madh në jetën e kësaj bote është kur punën e tij e fillon me bismillah, me emrin e Allahut xhaleshanuhu dhe kujdeset që riskun edhe pasuninë e tij me fitu vetëm prej halalit dhe prej kur gjë tjetër. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në furnizimin që është prej halalit, Allahu çon begati edhe mirësi të panumërta. Një kusht tjetër që Allahu xhaleshanuhu e ka çu, do të thot një shkak tjetër që me na urrit furnizimi edhe të mirat e kësaj bote, është lutja. Vazhdimisht me u lut madhit Zot, o Zot, na ça prej të mirave të kësaj bote dhe të botës tjetër. Po mëndaj vazhdimisht njeriu të lut madhit Allah dhe përmendja e Allahut. Edhe përmendja e Allahut tu i thon Allahu xhaleshanuhu tu i bë sa më tepër istighfar, astaghfirullah ve tubu ilej, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lutja dhe istighfari janë dy shkaqe që po ashtu njeriu ja shtojnë bereqetin, begatin edhe mirësinë në jetën e kësaj bote. Dhe do të përmendi edhe një të fundit dhe një shkak tjetër që ja shton njeriu besimtarit pasuninë në jetën e kësaj bote është kur shpërdan për hir të Allahut, kur ai prej pasunisë ti shpërdan për jetimin, shpërdan për fukaror, shpërdan rrugën e Allahut xhaleshanuhu, bëhet bujar, nuk bëhet koprat, shpërdan se e din që furnizimi është prej të madhit Allah. Dhe këtu do të tregoj edhe një ngjarje të shkurt që tregohet në kohën e profetit Musa alayhis salatu wassalam. Një kujshi i profetit Musa alayhis salatu wassalam i tha, o i dërguami i Allahut,
a ke tha mundësi kur të takohesh me Allahun, kur të flesh me Allahun. Musa alayhis salam është pejgamberi i Allahut që ka folë me Allahun e dëshmon Allahun Kur'anin famlar. Tha kur të flesh me Allahun, a ke tha mundësi me m'ju lut madhit Zot me mashtu pasonin, dhe kur u taku, kur foli Musa alayhis salam me Allahun fuqiplot, i tha, o krijuesi i gjithësisë, një rob i atë kërkon me ashtu pasonin, kërkon këtë lutje e bën prej teje, edhe më ka bon lutje mu me ta përsjell këtë lutjet e te. Allahu fuqiplot ju drejtu Musaut alayhis salam dhe i tha, o Musa, pyete robin tem kur don me ashtu pasonin, anë trillek, anë pleshni. Dhe thonë të ashtu ndryshën i qofse dikush prej nesh kërkon me ashtu pasonin edhe me pyet, a don me të ashtu Allahu në trillek, anë pleshni? Por në trillek e du se cili kish bo një zgjedhje, dhe ky njeri boni një zgjedhje. O pejgamberi Allahu, në trillek, një tesh kishe dasht me mashtu Allahu, ishte i rijaj. Një tesh e kishe dasht me mashtu Allahu pasonin. Dhe Allahu xhaleshanu me lutjen që ja boni Musau alayhis salam, Allahu fuqiplot, Allahu xhaleshanu ja çeli dyrt e rrezikut edhe furnizimit të njeri edhe begatoj me të mira të mëdha në jetën e kësaj bote. Po çfarë ndodhi me këtë njeri? Ky njeri ishte bojar. Allahu i qote pa kufi të mira në jetën e kësaj bote, ky shpërdate për hir të Allahut. Ju nep të fukarave, ju nep të jetimash, ju nep të nevojtarve, ndihmote nuk kursete në asnjë rast me shpërda edhe me vonë në rrugën e Allahut xhaleshanu. Dhe ky e filloi ashtu jetën e tij, por të ju afru pleshnis, Allahu xhaleshanu vetë se ashtu edhe më shumë pasonin. Edhe pse ky e lypi në trillek, Allahu pyeti kur e dan. Po tash ti çfarë ndodhe? Musau alayhis salam, tash ti kërkesën nuk e ka bo ky person, mi thonë, o Allah, pse po më begaton deri në fund të jetës, se gjithsesi begatinë edhe të mira deri në fund të jetës i dëshiron secili prej nesh. Por pejgamberi Allahut Musa alayhis salam, duke qenë kurreshtar se ky person e lypi pasonin në trillek, edhe Allah i çoi pasonin në trillek, po ky po vjen e plaket e Allahut veç edhe po ja shton edhe më tepër. Tha, o krijuesi i gjithësisë, ky robi jat e kërkoi në trillek pasonin edhe ti e begatove me të mirat pafund me kësaj bote në trillek. Po ai ashtu ju plak e ti a lodhe më tepër jetu ashtu të mirat edhe pse e pyete kur e dan pasonin. Tha, o pejgamberi Allahut, në trillek ja kam çu për hir të duas që ka bon. E tash ti jam të ashtu pasonin për hir të bujarisë ti, që ai është të e shpërdo dhe nuk është të e kursy pasonin e ti, të ju nimu njerëzve në nevojë, të ju nimu njerëzve bujaria ti, me fjalë tjera i tha Allah xhaleshanu në trillek ja kam çu prej lutjes, tash ti e ka fituar vetëm me bujarin edhe me punën e ti dhe me shpërndarjen e pasonisë. Dhe kur jemi në këtë muaj të madhrueshëm të Ramazanit Sherifit, ku e dim se çdo vepër e mirë shpërblehet shumë fish në këtë muaj, vashtë Allah që të na mundsojnë që edhe ne ta shprehim bujarin tonë në rast të nevojë, të ndihmojmë fukarave, jetimeve, njerëzve që kanë nevojë me pasuninë tonë sa të kena mundësi, dhe Allahu inshallah na çon jetë të lumtur në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër dhe me xhenetin Firdaus inshallah na shpërblen. Amin. Faleminderit shumë për gjitha këto mesazhe, gjitha këto tregimet sjella këtu në emisionin tonë, hadithe për ndoshta vëdisuar edhe gjitha ato që na ndjekin në këtë muaj të shenjtë. Faleminderit edhe një herë. Por falenderojmë edhe shikuesit e ekranit të televizionit të UTA, falenderoj edhe Cungon Kosë të Rënur për këtë pamje që kemi në studion e televizionit të UTA në emisionin e Ramazanit. Faleminderit edhe një herë edhe juve, natën e mirë, agjerim pranuar, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj.